Një familje me 7 antar është evakuar gjatë së martës, pasi banesa e tyre në fshatin Zemen u përmbyt plotësisht nga vërshimi i dy përrenjve malor. Të tronditur, ata tregojnë momentin kur uji i furishëm hyri me shpejtësi brenda në shtëpi. Keni pasur dëme nga përmbytja, në çfarë mase janë prekur tokat apo shtëpitë tuaj? Jo, janë prek shtëpia. Shtëpia jonë është prek në momentin ka ora 11:30, ka dalë djali i vogël, një vjeç është fikës. Të erdhi, doli këtë dera, erdhi këtë ujë. Kur thot vajza i 10 vjeçe, i thot, o nanë thot ka hi ujti. Kur dalë une, kur bëj me hap derën unë, ujti pas ka qenë 1 metër. Veç kur ka ardhe, e ka marrë cuca anej, edhe kur dalë une, iku ujtë në dritare. Edhe zdo zhan është përfshi matë shpi edhe shpia të piku në altë e poshtë këtë, se fortuna i ka artur që ati e këtë. Edhe ajo shtëpi është e pabanueshme. Unë për monin që kam bërë 25 vjet një zhan nuk është më shtëpi. Lese, nuk është, falli është vetëm të kimi 23 me ustrehu veti shtati, me fëmijët vogël, me smunin, vetja me smun, e operuar për zemër, e operuar kjo është me trampoz 3 herë, me 5 herë insulin, e operuar për veshka, edhe me pyet se ka kartelet këtë kimi ke spitali, s'do zhan invalid. Edhe jemi me invaliditet 90.000 lekë. A mund bëjmë shpi, më shpi nuk jetohet fëmija i vogël s'mund. Ajo të ba këtë ujë e balt e këtë, që ka qenë këtë kanali i bregut matë që ati ka voti me turinat. Na duhem fare thjesht du një strehim vetëm për të strehu kokën dhe kalamajt. Një shpi. Hera parë, sepse o dimi pa fillu. Imi në ndorë, të bjeri borë, të bjeri shi, që ke ardhë natën. Njëna mytë të gjithë mrena. Si asë gjanë nuk kam ma tepër. Do të përmena ditë për nërë shumë shtetit, policisë bashkjake, policia e rendet, policia e komunës, komuna, që na kanë bështet, në një kohë sa kena marrë në telefon, kanë ardhur të gjitha atë me fjallë me sekretar, me nënkretar bashkie, me komunës, me të gjithë në gjenë pranësh. Zjerë fikse ka qenë numër 1 shetir, në ka një mu jashtë mase. Kurse policia mi, në këtë kohë që ndodhi, kënë gjërja pa pritën, ndodhi atë, unë si person që shumë i smun, invalid i thosht në të, nuk mund të përcaktese të adizotin qilë, por ishe pak ma i lodhën, që ishe mlak ma shumë, një fjallë në ujat e të delë për ujtit, na kanë marrë policia, edhe na kanë pru në lejsh, na kanë pru të konvikti, ku na kanë dalë për para drejtaresha, Donika, me gjithë personelin e saj, që kanë qenë, na kanë bërë një pritje shëmbëllore, jena shumë tepër mirënjohës. Na kanë prit me ngose, na kanë prit me mathe, me vesh, me të harme, me të pime, me të shtroj, me mloj, sikur me qenë original, me qenë të shpje jonë, edhe në të shpje jonë, një të kushte, si kena pas, sikur në kanë shërbik të ne. Pranaj, unë jam shumë mirënjohës, policisë shtetit, policisë bashkjake, edhe rritjes së rendit, policia, ka qenë 3-4 policia të që na e në gjithë pranë nesh, edhe jam shumë mirënjohës, nuk e di se mi shprebly, vetëm me një falenderim shumë madh për atine. Ju di shumë për ne, faleminderit. Ndërkohë, autoritetet lokale po vlerësojnë dëmet e shkaktuara nga përmbytjet dhe thonë se familja do të mbështetet deri në rikuperimin e plotë të situatës.